Baskëndaj, faleminderit që je me ne sot për të na folur për diçka shumë të bukur. Faleminderit juve Valmora për ftesën. Match for Research. Çfarë është ky startup që keni ideuar, që keni krijuar? Match for Research është një platformë digjitale e cila ka në fokus bashkëpunimin midis industrisë dhe akademisë. E thënë kjo që në Shqipëri për fat të keq neve na mungon pak institucionalizimi i marrëveshjeve midis institucioneve të biznesit dhe institucioneve të arsimit lartë. Mjafton të them një studim të fundit nga PricewaterhouseCoopers, statistikat që flasin që 65% e kompanive shqiptare nuk kanë një marrëveshje të institucionalizuar me universitetet. Por unë këtë gjë, pjesën e mungesës bashkëpunimit të frytshëm midis akademisë dhe industrisë kam vite që ndjej. Pasi unë jam vetë pedagoge në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë, tashmë prej 15 vitesh. Dhe gjithmonë e kam vënë re që ka një gap mes asaj se çfarë akademia nxjerr si produkt researchit dhe asaj çfarë kërkon biznesi. Dhe për më tepër dhe bashkëpunimit të frytshëm të suksesshëm midis akademisë dhe biznesit. Nuk takojnë gjikundi këto? Do të thotë që shifrat flasin që mbi 80% e studimeve që kryhen nga akademia, nga OECD-ja ky studimi fundit, janë të pa aplikueshme në treg. Pra 80% e studimeve nuk gjejnë zbatueshmërinë në treg. Do të thotë që ne vuajmë për këtë commercialized research ose ndryshe kërkimin e aplikuar në treg. Dhe kjo ka qenë një nga spuntot kryesore të idesë për të lindur Match for Research. Pastaj u desh Startup Albania Agency me grantin e vitit 2025, që unë të merrja guximin të aplikoja. Dhe me thënë drejtën ka qenë një proces shumë i lehtë, as pak i vështirë, gjithçka e kryer në portalin e Albania. Dhe fitova, isha një ndër 81 fituesit e grantit vitit të kaluar. Nuk dua të tingëllojmë në këtë bisedë si ato bisedat e kryeministrit që promovon etj, po në fakt puna juaj është shumë interesante sepse e para prek një fushë që nuk është prekur. Nuk do t'ja di njeri në Shqipëri për akademi. Ndjem keq e them këtë gjë, po bie dakord me domendja të dyja që akademia, siç edhe ti e the, është shumë larg industrisë, po nga ana tjetër dhe shumë larg shoqërisë, se ideja është që ti shërbej shoqërisë për ta çuar përpara. Por po kështu, çështja tjetër është se sa e lehtë bëhet për njerëzit që kanë ide për t'u zhvilluar. Si funksionojnë, se ma do mendja që nuk mjafton vetëm të marrësh një grant edhe apo të marrësh një ndihmë financiare, po si u lidh ekipi, si Valmora, ke shumë të drejtë. Kjo pjesa e krijimit të ekipit ishte pjesa më e rëndësishme dhe vazhdon të jetë dhe do jetë gjithmonë. Ne nisëm praktikisht me 2 kolegë të mit, Evis Plaku dhe Ndriçim Topalli. Të dy janë profesor në fushën e shkencave kompjuterike, të diplomuar edhe në Shqipëri po dhe jashtë. Domethënë Çimi ka përfunduar studimet në Universitetin e Birminghamit, edhe në Reading University ka kryer studime të rishtazi për artificial intelligence, për inteligjencën artificiale. Ndërkohë që edhe Visi jemi rritur bashkë, është miku im, domethënë i fëmijërisë, ishte fati im që të bashkëpunoja dhe të zhvilloja më tej këtë ide me Evis Plakun. Është një ndër, le të themi, ekspertët më të mirë të AI të Shqipërisë. Po përfundon gjithashtu studimet e doktoratës në Artificial Intelligence në pjesën e robotikës tek Universiteti Metropolitan Tirana. Kështu që duke patur një ekip të mirë, Çimin edhe Visin, menduam edhe për personazhe që ndihmonin për front-endin dhe back-endin. Dhe këtu zbuluam talentet e Holberton School, që ishin ish studentët e Visit. Ndër më të mirët që janë shumë komplementar me njëri tjetrin. Pra çfarë ndoshta është anë dobët e njërit, është e tjetrit, të rinj, po. Interesant. Dhe tashmë jemi 15 veta. E nisëm me Visin dhe me Çimin. Morëm Albinën gjatë rrugës. Ishte ndër të parat që ju bashkua platformës. Albina Bardhi ka ngritur një platformë të ngjashëm madje me fondet e Swiss Contactit, Praktika.al, nëse e keni dëgjuar, për të lidhur studentët me kompanitë për të kryer internshipet. Dhe ka qenë e suksesshme kjo platformë. Kështu që ndihma e Albinës ka qenë jashtëzakonshme, ishte ajo që menaxhoi ekipin e djemve të Holberton School, që unë doja të falenderoja Ergin, Nergisin, Arditin edhe Florin. Dhe kështu u krijua një ekip shumë i këndshëm. Sa mendje të ndritur aty bashkarisht. Talente të reja që kanë shumë dëshirë dhe pasion ta çojnë idenë përpara. Kjo është gjë më e rëndësishme. Lidhemi rregullisht, jemi shumë të disiplinuar në punën tonë,
ja dolëm të përmbushnim të gjitha afatet kohore, sepse ka periudha të caktuara, fondi nuk është më shumë se sa 8 muaj, ishte vetëm 8 muaj. Ne ja dolëm që në 18 nëntor ta lançonim të 2025-s. Nëse mund na thuash detaje, çfarë ndihme saktësisht financiare ju dha patjetër. Ja vlen ta them. Është diku tek 15 milion lekë të vjetra, afërsisht, domethënë, ose 15.000 euro. Mjaftueshëm për një ide, sepse duken pak, në fakt. Për ta nisur një platformë digjitale nuk do thoja që duheshin më shumë se 8.000 euro për ta nisur, për ta ngritur një platformë. Pjesa tjetër pastaj shkoi kryesisht në shpenzime për stafin edhe pjesa për shpenzimet marketingut kryesisht digital. Kështu që krijimi kontenteve, videove, branding etj. Për ta mbajtur duhet një sforcë shumë e madhe për ta kthyer platformën në një platformë të monetarizuar. Pikërisht. Që do të thoshtë që do duhet të gjesh një model biznesi i cili është i suksesshëm dhe rrit vazhdimisht numrin e përdoruesve, pra të kemi përdorues qofshin këta profesionistë, që kryesisht do vinë nga akademia, qofshin këta edhe institucione nga biznesi ose institucione publike. Sepse valmora që të kuptojnë të gjithë, platforma nuk ka vetëm në fokus pjesën e researchit të aplikuar, dhe bërjen bashkë të profesionistëve me nevojat e tregut. Ka në fokus shumë edhe pjesën e projekteve, krijimit të konsorciumeve të suksesshme me kompani shqiptare dhe të huaja, dhe aplikimin në grante kryesisht të programeve të Bashkimit Evropian. Po. Dhe për të thënë që është një periudhë e artë shumë për grandet tani, duket që ka një lloj lëvizje dhe gjë shumë fantastike, po për një audiencë që nuk e njeh platformën tuaj, si funksionon ajo, çfarë ofron? Do me thënë, nëse unë kam dëshirë të lidhem, po themi, me një kompani, ose nëse unë jam pjesë e një kompanie dua të lidhem me një universitet apo me profesor, si funksionon? Nëse mund na shpjegosh 2-3 detaje. Është shumë e thjeshtë, është shumë praktike platforma. Ju mjafton të futeni në faqen zyrtare të platformës www.match4research.com, domethënë të shkruhet MATCH 4 research në anglisht dhe aty është 4. Dhe aty është kjo opsionin Join Our Community. Tek Join Our Community janë 2 opsione. Do të bashkohesh si profesionist, apo do të bashkohesh si një institucion, qofsh ky publik apo ent privat. Dhe në momenti që ti plotson gjithë të dhënat, si përdorues, del profili jot, me gjithë të dhënat e tua. Po. Ku je ti ekspert, ekspertiza jote, për çfarë je interesuar, për cilat lloje studime që ti mund të ofrosh, shërbime që ti mund të ofrosh. Ndërkohë që ke institucionet e biznesit ose institucionet publike që gjithashtu kanë profilin e tyre, ekspertizën e tyre, ku janë ato të interesuar për çfarë lloj projektesh, janë ato të interesuara për çfarë lloj shërbimesh që duhet të ofrojnë profesionistët, janë ato të interesuara. Tendera që duan të shpallin, njoftime të ndryshme, për sa i përket mundësive që mund t'i japin ato për të dhënë grante, ndihma, investime etj. Me radhë. Pra fokusi është, ne kemi lënë të gjerë, me idenë që nuk do jetë vetëm brenda kufive të Shqipërisë, do jetë në Ballkanin Perëndimor, do nisi me Shqipërinë, Ballkan Perëndimor dhe ndërkombëtare, gjithashtu. Dhe fokusin e kemi që ta kthejmë në një platformë ndërkombëtare, të ndërkombëtarizuar brenda 3 viteve. Kushti i parë është që unë të hap një profil, të bëjmë pjesë e komunitetit, ndërkohë që në atë moment unë kam akses në informacionin e gjerë që është aty apo. Pastaj, patjetër që në 3 muajt e parë është for free, domethënë ti nuk chargjohesh fare për pjesën e shërbimeve që të ofron platforma, dhe më pas neve ofrojmë për sa i përket regjistrimit tuaj si përdorues, abonimit, ka pastaj abonimi 3 mujor kushton X lek, abonimi 6 mujor, 1 vjeçar për profesionistët. Shkon jo më shumë se $100 në vit, ndërkohë që për bizneset e kemi lënë si fillim për 1 vit me full access, pra pa limit, akses pa limit, shkon $500 në vit, domethënë abonimi 1 vjeçar. Pra kjo është pak a shumë, për 3 muajt e parë janë for free për të gjithë, sepse dhe ne kemi nevojë akoma, jemi në fazat e testimit të platformës, ta përmirësojmë në mënyrë të vazhduar, dhe tani kemi shumë nevojë madje për numra përdoruesish që të mund të luajnë pak me algoritmat e AI-t, sepse në fokus është AI. Domethënë kemi integruar artificial intelligence dhe kjo bën të mundur lidhjen e duhur me informacioni si përdoruesve dhe futet institucioneve. Në platformën tuaj. Pra janë vetë
ata që bëjnë profilet? Vetë ata që ndërtojnë profilet. Patjetër është shumë e thjeshtë. Pra njëta logjik siç funksionon po themi Facebooku, si LinkedIni, që ti fut të dhënat dhe pastaj ato. Bravo. Unë do thosha që ngjan më shumë LinkedInit. Pra kur ne kemi parë, ne regjistrojmë në LinkedIn edhe na vjen në emailin që ne kemi vendosur, na vjen njoftimi, notification, ju mund të jeni një përdorues adapt për këtë pozicion pune. Pak a shumë është e njëjta logjikë. Njëta logjik, por kjo nuk ka, ne sa kemi parë ne, një platformë të tillë që është kaq e fokusuar te pjesa e researchit dhe te projektet, që bën lidhjen e këtyre gjërave, kërkimit të aplikuar dhe pjesës së projekteve. Keni pasur ndonjë rezultat konkret, po themi se kam përshtypjen ju interesoni për rastet e suksesit? Ne konkretisht tashmë kemi rreth 20 biznese që janë regjistruar dhe kemi mbi 40 përdorues si profesionist të regjistruar. Jemi në fazat e testimit, ende do na duhet besoj edhe 1 apo 2 muaj që të vazhdojmë pjesën e testimit për të parë vlerën konkrete që sjell platforma. Dhe më pas patjetër besoj që do ngrihen shumë shpejt rastet e suksesit. Këtë e them me garanci sepse shoh që ekipi është shumë i dedikuar, por edhe ekspertiza ime si ekspert e projektesh më ka ndihmuar shumë, me thënë drejtën. Unë kam mbi 10 vite që merrem me shkrim e projektesh kombëtare, ndërkombëtare, implementim projektesh kombëtare, ndërkombëtare, kryesisht këto të vendeve të Bashkimit Evropian, pra programet e BE-s, Erasmus Plus, Horizon etj. Kështu që besoj fort tek pjesa e ekspertizës së stafit, kompetencave, profesionalizmit të stafit. Por që patjetër kemi shumë nevojë që ta startojmë me sukses, me raste suksesi. Çfarë tipologjish kompanish janë regjistruar nëse ke ndonjë? Të ndryshme, por kryesisht në fushën e IT-s. Sepse janë këto që realisht po shohin dhe po kërkohen nga tregu për të bërë pjesë e granteve, investimeve të ndryshme. Sepse ne e dimë që investimet më të mëdha tani po shkojnë në digital edhe green. Pra në aspektin e digitalizimit edhe çështjeve të ekonomisë qarkulluese, menaxhimit mbetjeve etj. Me radhë. Kështu që kryesisht janë këto kompani që merren me software engineering, inxhinieri softverike në Shqipëri që e shohin më mirë të abonohen në një platformë digjitale, e cila i ndihmon të gjejnë thirrjet e duhura, të build up, të ngrejnë konsorciumin e duhur, jo vetëm me partner shqiptar, por dhe të huaj. Por nga ana tjetër nuk do donin që të paguanin një staf çdo muaj që vetëm të gjente këto thirrje. Patjetër. Sepse mund t'i kushtoj shumë më pak $500 në vit se sa të marrin një staf që do paguajë minimalisht 400.000 lekë në muaj. Pra i bëjnë shumë mirë llogarit. Ka ndryshuar rruga minimale tani. Do ndryshoj prapë? Po. Kështu që është më shumë se sa aq. 400 të vjetra po flasim gjithmonë. Kështu që i bjen lapsit edhe thonë është më mirë kështu të bashkëpunoj me një platformë të tillë që na ndihmon edhe në ngritjen e këtyre konsorciumeve, sepse ne përdorim këto algoritmat e AI-t, sesa të kemi një staf që e paguajmë rregullisht, ta mbajmë rregullisht aty. Kështu që fokusi jonë është të fillojmë me këtë lloj tipologjie kompanish dhe të tilla ka goxha në Shqipëri. Kështu që me këto po fillojmë me Albania Business Partner, mendojmë që do jetë rasti i parë i suksesit. Texo Solutions janë disa prej këtyre kompanive që janë edhe akademi profesionale gjithashtu që duan të bëjnë pjesë e granteve ndryshme. Unë tani po vë veten në vendin e një biznesi, një kompanie në Shqipëri, cilat janë benefitet se biznesi këtë pyetje ka, unë çfarë fitoj? Domethënë, lidhem me njerëz adapt aty, lidhem me mundësi të reja, lidhem po themi me kërkim interesant që mund t'i vlej kompanisë time? Të gjitha nga pak. Më e rëndësishmja është të gjesh në kohën sa më të shpejt thirrjen e duhur që i përshtatet tipologjisë kompanisë tënde. Dhe patjetër të gjesh partner ndërkombëtar, nuk po flas vetëm për partner kombëtar. Partner ndërkombëtar të duhur, pra ato algoritmat e AI-t na ndihmojnë që të shkojmë drejt atyre partnerëve që i përshtaten profilit që ne duam. Tash jemi akoma në zhvillim e sipër. Është si një bebe, kam thënë edhe herë tjetër, që sapo fillon të ngrihet në këmbë. Kështu që besoj që brenda vitit, në fund vitit 2026 ne do mund të kemi rezultate konkrete të flasim me raste konkrete biznesi. Nëse jam pjesë e akademisë, çfarë fitoj? Po themi jam një lektore ose jam një kërkuese shkencore, po themi. Nëse je një kërkuese shkencore, ke shanse më të mirë që të bëhesh visible në platformë. Njerëzit të njohin që Valmora është eksperte në fushën e medias, e marrëdhënieve të shkencave të komunikimit. Ka kaq vite eksperiencë në treg, ka dhënë këto kontribute etj, edhe është interesuar për 1 2 3 4 5 mundësira bashkëpunimi. Pra do jetë shumë specifike ajo që ti kërkon dhe njerëzit do dinë ku të dëgjojnë. Sepse ResearchGate për shembull është vërtet një platformë që ne publikojmë punimet tona shkencore. Po si e merr vesh biznesi që ti ke këto publikime që mund të interesojnë aty?
nuk e merr vesh kurrë. Kështu që kjo platforma do ju ndihmoj që të ju në radhë të parë të njiheni më mirë në treg dhe patjetër mes atyre përdoruesve që janë brenda platformës të vinë menjëherë ofertat që ti mundet ti aplikosh edhe sipas mundësive të tua, angazhimit tënd, nëse do të angazhohesh part-time, full-time, pjesërisht, me kaq orë pune, me kaq ditë pune, kur je ti available. Pra të bëhet edhe meçi me disponibilitetin tuaj. Si mund të ketë zbatim, po themi më gjerë se pjesa universitare? A mundet që platformën po themi ta përdorin edhe ata të shkollat e mesme ose nuk e di, a mund gjej një përdorim në këtë sens? Është shumë e drejtë Valmora dhe ne mendojmë që jemi në drejtimin e dur sepse mund të bëhet shumë e gjerë aplikimi. Patjetër që po, ne madje mendojmë që edhe studentët e doktoratës për shembull të jenë ata të parët, përveç se profesionistëve të le të themi tashmë të afirmuar, por edhe researcherat, kërkuesit shkencor. Pse jo edhe të talentuar që vinë nga gjimnazet. Unë mbaj mend në konkurset që ne bënim robotek të Metropolitanit, Universitetit Metropolitan Tirana, ne jemi befasuar nga inteligjenca edhe devotshmëria, profesionalizmi i fëmijëve të moshave 15-16 vjeç. E kanë habitur. Patjetër dhe ata që janë dhe më të rritur, por janë fëmijë talentuar. Sot nuk i pengon asgjë për të marrë informacionin në një korale, në një kohë të shpejtë, mjafton dëshira për të mësuar gjëra të reja, dhe ata po bëhen digital marketing pa shkuar as ditë në universitet. Po bëhen specialist pra në digital marketing apo në të tjera fusha që ata duan të zhvillohen, në web developer e tjera, vetëm nëpërmjet kurseve profesionale online apo tutorial videos. Kështu që sot mjafton të kesh dëshirën dhe ti mund të jesh një ekspert shumë i mirë, edhe mund të ketë nevojë biznesi edhe për këtë lloj tipologjish profesionistësh. Të cilët patjetër u jepet një ndihmë për të bërë vizibël gjithashtu në treg, edhe patjetër për të marrë disa të ardhura, pse jo, kush nuk do i dëshironte disa të ardhura. Po në bazë të aftësisë dhe krijimit. Kështu që kjo është për çdo që ka një aftësi shumë të mirë në një drejtim caktuar apo në disa drejtime. Keni një staf të madh pra, të madh. Relativisht 15 janë bërë tani. Sepse kemi edhe një grup studentësh për një startup goxha i mirë dhe studentët po ashtu. Dhe me sa kuptoj që ndryshmërinë po e shikoni te gjetja një modeli biznesi të suksesshëm nëpërmjet abonimeve. Abonimeve, po. A është adapt për Shqipërinë ky model? Unë vi nga përvoja e njohjes së audiencës, që audienca nuk do të paguaj. Por sigurisht ju keni një target tjetër, se janë bizneset aty edhe. Almora, kjo ngelet për të parë, por unë dhe ekipi nuk kemi ndonjë me kaq. Ne kemi xha menduar dhe po hedhim hapa konkret për ta filluar ndërkombëtarizimin, pse do thoja unë. Sepse që prej muajit nëntor ne na u dha rasti që në eventin e lançimit të platformës të takohemi me një biznesmen holandez që ka emrin Johannes Maas, që unë e përshëndes shumë, partneri im tashmë në biznes tek Match for Research. Hani i themi ne. Hani është një njeri fantastik që një ditë bukur erdhi në Shqipëri para 3 vitesh dhe u dashurua me vendin tonë. Dhe tha, po sigur të bëj një gjë të mirë për këtë vendin që sapo zbulova, edhe me qenë se i kam edhe mundësitë financiare, kështu që hapi një biznes këtu, Albania Business Assurance. Të ndihmoj kryesisht bizneset e huaja të vinë në Shqipëri, sepse këtu ja vlen të bëhet biznes. Pra nxit investimet e huaja në Shqipëri kryesisht me origjinë nga Hollanda, atje ku ai ka bashkëpunimet e veta. Dhe Hani ka ngritur një framework të vetin për zhvillimin e strategjisë, dhe këtë ka aplikuar me 10 startupe në Hollandë dhe ka edhe ato key performance indicators pastaj, se si ka arritur të zhvillojë më tej këto startupe. Kështu që po do të bëjë të njëjtën gjë në Shqipëri, gjithashtu edhe startupi i parë që po piloton është Match for Research. Kështu që shumë interesante. Ju gjeti ai apo e gjetët ju? Na gjeti Hani dhe e gjetëm edhe ne Hanin, të dyja bashkë. Shumë mirë. Po jam shumë e lumtur sepse ajo çfarë ne po bëjmë tani është unë ndaj ekspertizën në fushën e inovacionit, duke qenë se jam e certifikuar ndërkombëtarisht si Innovation Manager, menaxher inovacioni, nga një organizatë për cilën kam punuar 2 vite, Global Innovation Management Institute, është një ndër më të mëdhajat në botë në fushën e certifikimeve të inovacionit. Dhe gjithashtu Hani ndan pjesën e gjithë ideve të veta për zhvillimin e strategjisë së suksesshme të platformës tonë. Dhe kemi takimet e rregullta javore, takohemi edhe fizikisht një herë në muaj me ekipin, kështu që është gjë shumë e bukur dhe po mundohemi që dhe hubën ta ngrejmë dhe Match for Researchin paralelisht, të rriten të dyja paralelisht.
Për shembull, jemi të ftuar nga AIDA që në datë 26 mars të dy të bëjmë këtë eventin e prezantimit të punëve, bizneseve tona, si një rast suksesi se si mund të bashkojmë forcat me ekipe tuaja dhe shqiptare për të çuar para dy biznese. Pas keni vizion. Vizioni nuk të na mungon. konsoliduar. Vizioni nuk na mungon. Pra ne duam që të arrisim platformën, dua ta cilësoj këtë gjë, edhe me partnershipe ndërkombëtare. Dhe kjo është një formë që ti munde deri diku të eksperimentosh, testosh edhe tregje ndërkombëtare. Dhe kjo është mënyra më e shpejtë me anë të partnershipeve. Kështu që këtë po mundohemi të bëjmë. Së shpejti do shohim kur do të partneri radhës në Gjermani, kemi disa mundësi dhe oferta. Kështu që kështu do vazhdojmë në Amerikë, në vende të zhvilluara që ato mund ta perceptojnë një high-tech platform në fushën e edukimit kryesisht. Ndërkohë që jam e bindur që shoqërisë shqiptare do t'i sjellë zhvillim apo jo. Ne për këtë po përpiqemi. Ne për këtë, në këtë duam të arrijmë. Patjetër, mendoj që kjo platformë i mungon Shqipërisë. Edhe është një hap shumë i mirë, edhe ne nuk do na shterojnë energjitë asnjëherë, në përkundrazi. Sa më shumë raste suksesi do kemi, aq më shumë do marrim motivimin për të vazhduar përpara. Emrin. Unë. Domethënë janë idetë tua. Janë idetë mia, po, janë idetë mia, të cilat pastaj dhe kur i kemi diskutuar me ekipin para fazës së aplikimit, kanë rënë dakord që po, shkon, është një emër interesant dhe e kemi përdorur për shembull faqen m4.ai, gjëra të tilla për pjesën e emaileve, gjëra që mbahen mend, për shembull domene që mbahen mend. Kështu që me çfarë research të bashkohemi bashk, të lidhemi për kërkimin, kjo është gjë më e rëndësishme. Alba, jam shumë kurioze në fakt se si e shikon ti çështjen e inteligjencës artificiale, sepse më duket është një fushë e pafundme aty. Po nga ana tjetër ne tani po përplasemi, e shohim te studentët, e shohim te gazetarët, e shohim te puna jonë e përditshme, në ato rreziqet e para të inteligjencës që është nga rreziqet humbja e origjinalitetit, po themi. Për te i faktit se ti aty mund mos kesh informacion të verifikuar, po perceptimi është që ti i bën një pyetje, çfarëdo mjeti i inteligjencës e merr përgjigjen në bek, e përpunon atë përgjigje dhe thua është ideja ime. Dhe si e shikon ti këtë, se jam shumë kurioze që ta sqarosh një herë mirë për ata që na ndjekin që çdo gjë që qarkullon aty nuk është ideja jonë apo jo? Jo, absolutisht. Shiko. Unë nuk jam kundra inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale le ta pranojmë që të gjithë po na ndihmon në shumë drejtime për të bërë gjërat më shpejt edhe më mirë, ndoshta. Atje ku ndoshta ne nuk na shkon mendja, i shkon artificial intelligence mendja. Ti mendon që i ke zaruar gjitha, le të themi, aspektet e një projekti, ndërkohë që mund të kesh harruar në një detaj që ta thot artificial intelligence, shiko se mundet të shtosh edhe këtë gjë në këtu, ose mund ta shtosh edhe atje. Por është e pashmangshme përdorimi i inteligjencës artificiale. Tashmë të gjithë kanë krijuar këtë varësinë ndaj përdorimit të inteligjencës artificiale. Aq shumë sa që studimet e fundit thonë që gjenerata Zeta i ka ulur aftësitë analitike në mënyrë të frikshme krahasuar me gjeneratën millennials e tjera me radhë. Pra me studime konkrete. Dhe kjo me të vërtet do dëmtoj shumë aftësitë analitike. Por patjetër që nëse ti merr diçka të gatshme dhe thjesht përpunon një apo dy fjali më pas edhe thuaj që kjo është ideja ime, kjo nuk është ideja juaj, absolutisht. Dhe unë vetë si Alb e kam shumë të lehtë ta identifikoj të paktën te studentët e mi kur ata e marrin një informacion shablon nga inteligjenca artificiale. Qofshin ato vizat që lidhin fjalët, ajo vizë gjatë. Qofshin pjesa e grafikëve që ata përtojnë t'i bëjnë ndonjëherë në prezantime që ne bëjmë me statistika, prezantime statistikore, i marrin në mënyrë narrative për shembull. Këto duken ashiqare që janë marrë nga inteligjenca artificiale. Unë do thoja që krijo boshtin tënd logjik për gjithçka që do që të bësh aty. Po flas për një projekt, patjetër nëse ti nuk e dizenjon, nëse nuk bën koncept notën tënde, nëse nuk ngre matricën logjistike, frameworkun logjistik të projektit, tjera me radhë, dhe e merr gjithçka gati nga AI, kjo do duket ashiqare që është marrë nga AI dhe as nuk ka një vlerësues që të mund të vlerësoj që është puna jote. Ti mund të bësh të gjën tjetër. Ta bësh koncept notën dhe ti thuash revise and improve, ma përmirëso këtë gjë dhe mund të shtosh disa element që me të vërtet mund t'ja vlejnë, por ama të hulumtosh akoma për ato element dhe t'ja japësh atë pjesën e origjinalitetit tënd patjetër. Dhe referimet gjithashtu, referimet janë shumë të rëndësishme. Po flas tani si kërkuese shkencore. Por a nuk ekziston rreziku që inteligjenca ti përdor këto ide origjinale të tuat nëse ti i fut aty?
Tani po futem në disa aspektet e etikës, sepse një nga problematikat kryesore që bashkë shoqëron zhvillimin e inteligjencës artificiale, që se dim as sa shpejt dhe deri ku do shkoj, është e frikshme, sepse ritmet e zhvillimit sa janë të jashtëzakonshme. Gjëja tjetër që ajo pas sjell është që të gjithë ne përdoruesit e inteligjencës artificiale po e ngopim me informacion dhe po e bëjmë më të mençur me inteligjente. Inteligjencën artificiale. Të gjitha këto mjete që përdorin për inteligjencën artificiale. Sa më shumë informacion ne shtojmë aty, aq më shumë ajo pasurohet, përmirësohet, edhe sjell përgjigje të sakta. E rëndësishme është të dimë që duhet fusim dhe promptin e duhur, atë shkrimin që i kërkojmë të bëjë çfarë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe për këtë duhet të trajnohen njerëzit, të dinë se çfarë ta pyesin. Janë mjeshtra në këtë aspekt, për të ditur për ta pyetur. Çështja është se nuk ndajnë dot se çfarë është origjinale e tyre dhe çfarë nuk është origjinale e tyre, se sigurisht përmirësimi, po themi ndoshta tek projektet ka avancuar shumë, po unë e shoh te pjesa e raportimit ka probleme me gjuhën shqipe, nuk mund të përdorësh totalisht, po themi, për tekste dhe pjesë të caktuara. Po të kthehemi tek platforma juaj, mendoni që inteligjenca po jep një dorë shumë të mirë tek ne në fokus atë kemi. Domethënë në zemrën e platformës kemi neural networks edhe gjuhën e algoritmeve të inteligjencës artificiale. Pa ato ne nuk mund të bëjmë këtë matchin, lidhjen mes asaj çfarë kërkohet dhe asaj çfarë ofrohet. Kështu që ne kemi një mas du inteligjencë artificiale dhe madje them që kjo ka qenë inovacioni, vlera e shtuar e platformës për cilën ne kemi marrë dhe mundësinë për të financuar. A është e lehtë në Shqipëri për një njeri ose një grup, një ekip që ka një ide për të zhvilluar dhe dua kryesisht të përshkruash përvojën tënde, megjithëse është përvojë e suksesshme jotja, po sa e lehtë është? Shiko Valmora, asnjë gjë nuk është e lehtë. Domethënë mua deshën vite me radhë, domethënë që të merja guximin dhe të aplikoja individualisht për një grant. Kisha aplikuar me 10 grante për biznese, por jo si alb, si individ. Pse? Sepse mendoja që do duhej të piqeshin kushtet, unë ta ndjeja veten të afirmuar që po ta merja përsipër këtë gjë, do ta çoja deri në fund me sukses, sepse e dua këtë gjë. Domethënë kur marr përsipër diçka, do ta çoj me se s'bën me sukses deri në fund. Dhe mendova që ishte momenti i duhur, por kjo nuk do të thotë që njerëzit duhet të rinë të presin të bëjnë 40 vjeç, sa është alba tani për një vit, dhe ta aplikojnë për idenë e tyre. Jo, unë shoh shumë të rinj të talentuar në dyert dhe ambientet e fakultetit të ekonomisë për shembull, ato që më ka lidhur më shumë puna, që kanë ide fantastike, ide shumë inovatore. Madje përpiqen ai shumë ndonjëherë mbaj mend në këto konkurset e lëndës inovacionit. Kishin ide brillante, por duhet sillnin dhe prototipe. Por që të sillin një prototip për ku dion përmirësimin e masave të sigurisë në vilat tona, në shtëpitë tona etj. Ata u desh të bëshin edhe inxhinier elektronik në një kohë të shpejtë, pra u duhej ndihma e disiplinave të blinin dhe pajisjet, sensorët ose çfarë ju duhet. Universiteti nuk ja mundson dot të gjë, se ne nuk kemi buxhet për t'i ndihmuar në këto të tilla kompeticione, por dëshira, ambicia, njohuritë e tyre ishin aty. Dhe pse jo të mos t'i realizojnë të gjëra nëpërmjet tyre granteve? Dhe më beso që nuk ka rast që unë nuk ja u them tani dhe nuk e promovoj, jam kthyer në një ambasadore ekselente të Startup Albania, sepse është eksperienca ime, kam përjetuar vetë dhe e di shumë mirë që ka përzgjidhesh nëse ti ditë bësh një projekt që me të vërtet ka vlerë, sjell vlerë. Nuk ta mohon askush të drejtën nëse ti me të vërtet po sjell diçka që sjell dobi në treg. Edhe besoj që ka shumë të rinj, potenciali në Shqipëri ekziston. Ne kemi shumë talente të reja, kemi njerëz me shumë ego, ambicie, dëshirë për të punuar dhe me ide me të vërtet shumë të mira, kështu që asnjëri nuk duhet hezitoj për ta provuar. Jo vetëm këtë, po ka dhe grante të tjera pafund, mundësira të tjera pafund, edhe të Bashkimit Evropian, edhe të vendeve të rajonit. Kështu që le ta tentojnë, le ta provojnë veten e tyre, sepse këto janë vetëm mësime, eksperjenca që vetëm i rrisin ata. Dhe në fundit, dhe nëse nuk do arrin dot 100% të asaj çfarë ata duan të realizojnë, do arrin 70%. Do marr një grant tjetër, do arrin 100%, që ndoshta do të kalojnë. Kështu që nuk do duhet të hezitojmë dhe të themi mos se këto grantet merren me mik, këto janë gjëra që ekzistojnë kot, nuk është e vërtetë. Jam rast tipik i atij individi që aplikoi, fitoi. Dhe do vazhdoj të aplikoj në grante tjera. Dhe nëse nuk do fitoj një herë, do provoj herën e dytë. Dhe nëse do fitoj herën e dytë, do provoj herën e tretë. Pra, e rëndësishme është të mos ndalemi
dhe të besojmë më shumë tek vetja jonë. Kjo është shumë e rëndësishme. E supozojmë se ky individi që po të dëgjon, që ka një Po. ide, e hodhi hapin e parë. Çfarë duhet të ketë parasysh më mbrapa, se nuk është vetëm hapi i parë kam përshtypjen. Hapi i parë Çfarë do të ka mësuar ty ndërmerret, përvoja? po, do ndërmerret kur ti me të vërtet e ke edhe ekspertizën asaj gjë që do të ndërtosh. E po janë të rinj. Ose nëse nuk e ke ekspertizën 100% asaj gjë që ti do ndërtosh, të paktën do kesh një ekip shumë të mirë, pra në mendjen tënde, nuk do e bësh e vetëm gjën. Domethënë, projekte të tilla patjetër kërkojnë ekipe. Dhe do mendosh për 2 apo 3 persona që me të vërtet ne jemi komplementar me njëri tjetrin. Alba shumë e mirë në çështjet e menaxhimit projektit, po Valmora është shumë e mirë në aspektin e marketingut, tjetri është shumë i mirë në këtë aspekt, dhe ne të gjithë bashkë shtojmë vlerë edhe jemi të sigurt që ne jemi të pathyeshëm në treg dhe do ja dalim për këtë gjë. Patjetër duhet mendosh edhe për skuadrën paralelisht. Pra nëse nuk ke një skuadër të fortë, madje është dhe pjesa e aplikimit. Po. Nëse ti nuk deklaron aty që ke me të vërtet një skuadër shumë të mirë, është pak e vështirë për ta fituar. Po ka plot edhe mundësira të reja për të rinj që ndoshta nuk e kanë shumë ekspertizën, ka plot programe, projekte që mundet të aplikojnë edhe të fitojnë. Për te gjetjes së ekipit të duhur, po themi që ka pasionin, ajo që kam vëre unë është që po themi ekipet nuk e din, nuk është se kam përvojë në shumë ekipe, por në ato ekipe që kam pasur, është që neve në Shqipëri na mungon pak ajo disiplina. Si ke ti qasjen për këtë aspekt, se jam shumë kurioze ta elaborojmë pak. Unë nuk dua të flas shumë për veten, po që realisht një ndër pikat e suksesit ka qenë të qenit të organizuar mirë, organizimi fort tek vetja ime dhe disiplina. Po nuk mjafton vetëm vetja jote, pra duhet disiplina. Stafi. Tani patjetër të gjithë duhet të jenë të disiplinuar, edhe me thënë drejtën e diku e kam parë këtë pjesën sa e rëndësishme është disiplina. Kur punova për të organizatat amerikane, në çdo mbledhje stafi, gjëja që përmendej gjithmonë është finish what you start. Përfundo çfarë ti nis të bësh. Dhe ta mendosh, kjo është një problem shumë i madh në bizneset shqiptare, në institucione ndryshme, edhe institucione publike. Të gjithë zotohemi, marrim sfida të reja për t'i çuar përpara. Me energji të jashtëzakonshme. Me energji të jashtëzakonshme, pëlqejnë shumë këto ide, dhe pastaj flen asirtar. Pse? Sepse dikush duhet t'i çojë përpara. Dhe që t'i çosh para këto ide duhet punë, duhet të sakrifikosh, duhet lodhesh, duhet djersisësh. S'duhet dorëzosh. Po si ti bësh të tjerët të ndjekin, pra, ose esin të paktën në të njëjtin ritëm, se shumë e vështirë, sidomos kam një përvojë me punën me të rinjt. Ne jemi brez tjetër, mendojmë ndryshe, ndonjëherë tingëllojmë sikur kërkojmë gjëra jashtëzakonshme, po kërkojmë gjëra shumë minimale, me thënë drejtën. Unë mendoj që mënyra për të bërë më mirë të tjerët na ndjekin ne është t'japim shembullin ton. Kur unë ekip punoj orar pa orar, edhe sakrifikoj dhe orët e mia të gjume, dhe jam një nën me 2 fëmijë, me thënë drejtën, që edhe janë sëmurë këto kohët e fundit, dhe prapë unë nuk ka munguar në përmbledhje, takime, diskutime, u jam përgjigjur në çdo kohë. Kjo tregon që ata nuk duhet ta mendojnë 2 herë që duhet të vinë në mbledhje dhe takime të përgatitur që të bëjnë ndryshe. Kështu që mendoj që ne japim shembullin ton, edhe duhet falim besim, dhe patjetër duhet të besojmë të tjerë dhe të rrisim të tjerët. Momenti që ata shohin që ti ke dëshirën që ti do t'i rrisësh, dhe ti aty forca e tyre më e madhe, di ti duar trokasësh, di ti falenderosh, ti japësh të stimujt që i meritojnë moralisht, dhe i shpërblen sipas meritës, dhe vetëm sipas meritës. Unë mendoj që ne të gjithë jemi qenie të zgjuara, nuk jemi edhe të ndjeshme, kështu që ne arrim ta kuptojmë, dim të depërtojmë. Nuk e di, më ka funksionuar kjo pjesa e depërtimit e të rinj për t'i motivuar. Mendoj që shembull më i mirë duhet jemi në radh parë dhe ta tregojmë ne respektin dhe besimin që kemi ndaj atyre, dhe jam e sigurt që ata do e kthejnë mbrapsh këtë lloj besimi me punë. Cili është meraku kryesor i stafit tënd tani? Na tregon një detaj në mënyrën se si punojnë, po themi si ta përdorin inteligjencën në mënyrë etike, se mos na shkon buxheti më shumë se mbajmë, kur do zhvillohemi më shumë, çfarë meraqesh kanë ata? Meraku më i madh i skuadrës është kur do na paguaj Alba tani. Po pre. Sepse granti ka përfunduar. Granti ka përfunduar, kështu që në këtë fazë tashmë ekipi po punon në vullnetare, që ta dim domethënë këtë gjën. Po jo për shumë gjatë. Shikoj se ka momente kur ekipi duhet punojë kështu. Ka momente dhe këto janë ato momente, dhe me thënë drejtën unë kam shumë të vështirë, sepse duke qenë se edhe vetë shpesh kam punuar si vullnetare, e dish do të thotë që
jep shumë nga vetja dhe nuk e merr atë shpërblimin financiar. Po mua si Alb nuk më ka motivuar kurrë asnjëherë vetëm shpërblimi financiar. Se mendoj që këto janë të gjitha eksperienca që na rrisin dhe fal Zotit që i kam patur këto eksperienca si vullnetare, sepse jam kjo që jam sot. Nëse nuk do i kisha, nuk do isha, ndoshta kaq aft. Nuk jam e afta, por që nuk do isha në këto nivele të aftësisë, kompetencave, zotësive. Nëse nuk do i kisha punuar dhe vullnetarisht. Dhe mendoj që mosha 20 deri në 30 vjeç duhet të jetë non-stop të puna, disiplina, organizimi i mirë, të përftuarit sa më shumë të njohurive, testuarit vetes, eksperiencës që ti mund të sjellësh, mos hezitimit për ide të reja. Pra punë e pandalshme, sepse kjo të rrit dhe pastaj do shpërblehesh një ditë. Patjetër mundi shpërblehet, sakrifica shpërblehet. Shqipëria është një vend i vogël, merret vesh. Që Valmora punon shumë, dhe të gjithë të kërkojnë. Nëse Valmora preferon të jetë ai punojësi mesatar ose nën mesatar, të thotë që unë nuk e di, se ka dhe nga këta tipa që thonë unë nuk di, nuk e bëj. Por ti je sigur që nuk do të kërkoj kush më mbas. Do kërkohet ai më i miri. Kështu që jepini forca të jeni më të mirët. Kjo është mesazhi për të rinjt. Jo, vërtet mesazh shumë domethënës dhe shpresoj shumë që të ketë shkuar në veshën e dur. Në veshën e dur, po pa interpretime të tipit, po mire ka, po duhet i paguaj punonësit, po themi. Po lidhur me mbështetjen, se nuk e shtjelluam plotësisht çështjen e mbështetjes që jep Albanian Startup Agency, që është një agjenci shtetërore. A mendon ti se është me vend që të mendohet për një mbështetje, po themi, për startupet e suksesshëm, siç keni qenë ju, edhe për te mbështetjes së parë, sepse është shumë e vështirë. Unë e shoh në aspektin e menaxhimit të medias që ne kemi, ne sigurisht jemi mbështetur me projekte kryesisht, por është shumë e vështirë që ti të shkosh për ta bërë tërësisht komerciale ose tërësisht të mbështetur nga biznesi, megjithëse ne jemi sektor pak më specifik, sepse nëse ti mendon për reklamat, pastaj është çështja e censurës, e pavarësisë etj. Por gjithsesi, domethënë të shkosh nga mbështetja e parë dhe drejt një suksesi 100% është pak e vështirë. Është Valmora patjetër që është e gjitha sfidë. Unë mendoj që në këtë drejtim Startup Albania Agency duhet vazhdoj të japi patjetër një dorë sa i përket çështjeve të mentorimit, akselerimit të ides, mentorimit, dhe kjo vjen nëpërmjet mentorimit dhe zgjedhjes dhe përzgjedhjes, dhe kjo është shumë e rëndësishme, të mentorëve që janë vërtet mentor të suksesshëm, të aprovuar, të afirmuar, dhe nuk mund ta lësh vullnetar. Mendoj unë, nuk besoj që do vinin më të mirët për të qenë mentor. Unë mund të qasem si Alb mentore, po patjetër në morinë e 1000 gjërave që unë kam, ndoshta nuk e kam kohën e dur, nuk do të prioriteti i parë. Atëherë nëse ti vendos me pagesë këta mentor, edhe jam e sigurt që këtu pastaj rritet konkurreshmëria, dhe konkurreshmëria sjell edhe cilësi në një farë forme. Kështu që nuk mund ta lësh kështu. Mendoj unë një gjë që mund përmirësohet, po do thoni juve që buxheti i shtetit nuk është i pafund, ka edhe limitime, ka edhe gjëra që janë të tjera prioritete strategjike, jam shumë dakord. Po step by step, avash avash, mund të ketë financime të huaja që mund të ndihmojnë, ose ku diun, delegacioni IPS në Shqipëri mund ndihmojnë në këtë drejtim, mund të gjejnë ata disa ekspertë që nuk vijnë për ditë, po të paktën një herë në muaj, çrëndsi ka për ta ndihmuar ne që ta zhvillojmë akoma më shumë idenë tonë. Një formë është kjo. Forma tjetër është evente të ndryshme për të bërë networking. Mendoj që do duhet të shtojnë akoma më shumë këto eventet e takimeve me startupeve. Ndoshta mund të krijohet një forum i startupeve në Shqipëri. Që ne të marrim dhe të japim nga eksperjenca e njëri tjetrit. Mendoj shumë që edhe kjo mund të ndihmojë. Kjo mund të vijë edhe nga ne vetë, startupet vetë si pengon askush që të mblidhen edhe të krijojnë një forum të tyre. Një gjë tjetër që mund ta ndihmojnë është pjesa e networking, si të gjej un partner strategjik në vende tjera, për shembull, që të rritem sa më shpejt. Pra do duhet që t'i ndajnë mirë ato rolet mes njëri tjetrit në vetë agjensinë, ndoshta janë të mbingarkuar mbase pak staf kanë, nuk e di këtë gjë, domethënë, por që mbase edhe kjo pjesë do ndihmonte shumë, si t'i rrisim akoma më shumë këto startupe, sepse një gjë është t'i japësh financim për startupin, gjëja tjetër është t'i zhvillosh më tej. Pikërisht pram. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të paktën nga eksperienca me kompanitë amerikane, ata nuk janë më të interesuar të financojnë të startupet. Janë më shumë të interesuar të financojnë të bizneset e vogla dhe të mesme.
ndoshta ne nuk jemi në këtë fazën e zhvillimit ekonomik Ka si ndryshuar ata. për SBA-n apo jo? Po ata S'ka nuk qenë? besojnë më që Po. fondet e alokuara për startupet mund të jetë një model i suksesshëm edhe Pse që nuk e gjeneron, besojnë? sepse shumica e startupeve dështojnë në treg. Mhm. Mbi 80% e startupeve dështojnë, nuk ja dalin dot që të mbjetojnë 3 apo 5 vite në treg. Kështu që ata thonë këto janë lekë të humbura kot praktikisht. Nëse ide nuk e ndjek dikush, nuk e zhvillon më tej dhe ta kthej, ta dalin nga faza e startupit dhe të jetë një biznes i mirëfillt, atëherë për ku ikën S'ka këto lekë? vlerë, pra, A ka s'ka vlerë? kuptim. A ka kuptim kjo gjë? Kështu që prandaj le të punojmë fort që të paktën të rrisim këto normat e suksesit te startupet që kemi ndihmuar. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme që besoj që do të jetë edhe një nga indikatorët e performancës të agjencisë Albanias, Startup Albania Agency. Po se na duket sikur po i bëjmë analizën agjencisë, por Jo, unë e them ideja është që si po e bëjmë mendoj unë. analizën Po. e zhvillimit më tej, Po. sidomos për ide që janë suksesshme, të paktën në të fazë të parë. Po. Çfarë keni tani në plan? Pra, e the pak a shumë që doni të zhvilloheni, doni po nuk po shikoni lokale gjën, Po e mendojmë që tani ndërkombëtar. ndërkombëtare, sepse s'bën sens në të kundërt. Çfarë do të doni të kishit diçka më shumë përtej suportit të mbështetjes financiare, sigurisht, po. Të gjitha këto që përmenda, mua do më ndihmonte shumë të gjej partnerët e dur, tashmë që janë të interesuar për këto platforma që janë edtech platforms për matchmaking. Do doja t'i gjeja kush janë këta investitorët e interesuar në botë për platformën time. Mua më shqasur një kompani Quorum Group me bazë në Amerikë. Pata një takim, isha shumë skeptike, se thash, ky startupi jon sapo ka nisur, është në fazën MVP, minimum viable product, ishim në atë kohë në nëntor, sapo e lançonim. Dhe pata disa komunikime me emaile dhe më pas lam edhe një takim online me një zonë që ishte partnere tek Quorum Group. Këto merren janë si tip tech merger and acquisition group, ndër më të mëdhenjt në botë. Dhe me sa duket kishte parë iden, i kishte pëlqyer, edhe lëm një takim online dhe gjatë gjithë kohës më thoshte këtë gjë që nisha e tregut që ju keni kapur është shumë specifike. Nuk para ka platforma të tilla dhe suksesi garantohet vetëm nëse keni përdorues në numra shumë të mëdhenj, me qindra mira përdorues po flasim. Dhe mënyra se si do bëni ju për të arritur akoma më shumë në përdoruesve një, po gjithashtu edhe për t'i mbajtur në platformë. Kjo është gjëja më e vështirë. Pse duhet rrinte platforma jote? Pa mirë u regjistruan. Po pse duhet rrinë aty? Kështu që këto janë disa nga format që ne po punojmë tashmë, na dërguan shumë materiale që ne duhet i lexojmë, t'i kuptojmë se si bëhet kjo pjesa e stickiness edhe pjesa e rritjes akoma shumë të numrave. Por që jam e sigurt që nëse do i ndjekim me rigorozitet, çfarë ato na kanë orientuar, materialet, videot, materialet të shkruara etj. Me radhë, jam e sigurt që mund të jetë një formë ndihme edhe për ne, një farë orientimi se ku duhet të ecim, në çfarë drejtimesh. Sepse si jemi të parët ne, mund të ketë patjetër me qindra të tjerë që kanë menduar se Alba jep mësim në fakultetin ekonomik dhe unë dua të di pak po themi përshtypjen tënde, komentin tënd lidhur me mënyrën se si ti e sheh pse akademia, pse kërkimet akademike shqiptare dhe jo ndoshta të lidhur me fakultetin tënd, po mund të flasim në përgjithësi për sistemin e lartë të edukimit, nuk ka depërtuar te biznesi për këto shkaqe se nuk ka fonde, nuk ka ekipet mirëfillta, nuk ka departamente apo qendra të mirëfillta kërkimore, si e shikon ti? Së pari dhe mbi të gjitha është besimi. Mendoj unë. Skepticizmi nga të dyja palët. Akademia ka skepticizmin që biznesmen shqiptar të realiteti kështu është në shumicën e rasteve. Si përmarrës janë bërë njerëz që ndoshta se kanë as formimin e dur, as shkollën e dur për të qenë menaxher të suksesshëm. Dhe sikurse kanë bizneset që në akademi mësohet vetëm pjesë teorike dhe asgjë praktike dhe të gjithë po të pyesësh, domethënë mbi 90% e tyre thonë, po ç'i keni këta studentë që mbarojnë te ju, se këta se kanë haberin fare nga puna. E thënë kështu me gjuhë shumë popullore. Dhe ekziston nga të dyja palët. Unë mendoj që ne na mungojnë edhe mekanizmat e ngritjes së forumeve për dizenjimin e kurikulave për nevojat reale të tregut, që nga kjo ta nisim. Për shembull, mbaj mend që kur u bë një takim i organizuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve dikur, para një 10 viteve ndoshta,
Linda Pustina mbaj mend që organizoi. Ka qenë ftuar persona ekspert nga European Qualification Framework dhe flisnin për shifrat frikshme që 70% e studentëve që mbaronin bachelor sipas kartës së Bolonjës e kishin vështirë të integroheshin në tregun e punës. Ndërkohë që sipas sistemit anglosakson ishte e kundërta. 70% e studentëve që mbaronin bachelor integroheshin lehtë në tregun e punës, që do të thotë që sistemi i edukimit anglosakson është më i suksesshëm sepse karta jonë e Bolonjës. Dhe mua kjo gjë më vrau shumë edhe më bëri të mendoj edhe të kuptoj dhe realitetin dhe ashtu ishte vërtet. Domethënë studentët tanë po ti shikosh gjithë vrapojnë për të shkuar drejt masterave. Jo vetëm masterave, por mastera shkencor. A thua gjithë do bëhemi shkencëtar, nuk është kështu. Ndërkohë që masteri profesional kishte tjetër qëllim, ti ishte më pranë tregut, për një kohë më të shkurtër ti mundet të afirmohesh edhe të filloje punë. Janë keq kuptuar totalisht gjërat. Po të hapësh faqen e Agjencisë për Kurimeve Publike, mbi 80% e atyre çfarë kërkohen me master i shkencave. Dhe kjo është e frikshme, se kjo e dekurajon të gjithë të rinj dhe i bën të shkojnë gjithë të masterit të shkencave. Dhe është neglizhuar totalisht masteri profesional, dhe kjo nuk është normale. Unë mendoj që duhet shumë bashkëpunim dhe këto forumet, për shembull, ishte një rast suksesi, mbaj mend ishte një ekspert që erdhi nga Kroacia, dhe ai po thoshte që ne kemi ngritur forume ku bashkëpunon akademia në tryeza, trumbullakta, kur merren vendime të rëndësishme për dizenjimin e kurikulave, nëse nuk marrin aprovimin e përfaqësuesve të botës së biznesit, ndër më të mirë dhe më kompanitë më të mëdha, ti nuk mund dizenjosh një kurikul sipas shefit tënd si akademi. Sepse ti nuk e di kush janë nevojat reale të tregut të punës. Dhe jo vetëm për sot, se kjo është sfida. Kur ti dizenjon një kurikul të re, një program të ri studimi, e para njëherë nuk mund ta bësh me pedagogët e rinj që ke marr, dhe shumica e universiteteve private jam e sigurt që këtë gjë përgjegjësinë ja u lën dekanit, zvendës dekanëve dhe pedagogëve të rinj, se është punë voluminoze, është punë e lodhshme. Por nuk mund t'ja lësh domosdoshmërisht vetëm një të riu dhe t'ja lësh vetëm një akademiku që ndoshta s'ka as eksperiencën e duhur profesionale. Nuk mund të bëhet kështu, nuk mund të dizenjohet duke marrë copy paste nga një program i huaj. Gjëra që janë bërë më rëndom, programet e studimit, copy paste nga modele të tjera të suksesshme jashtë. Nuk është kështu. Kemi specifika të tjera. Po duhet ta lokalizojmë atë program, duhet të kuptojmë kush janë vërtet nevojat për kompetencat, zotësi dhe aftësitë, njohuritë që realisht ne kemi nevojë dhe duhet mendojmë vetëm sot për sot, po ndoshta edhe një harkun e 20 vjeçari, ëh. Domethënë duhet mendojmë edhe për trendet e së ardhmes e tjera me radhë. Kështu që ne këtu në këtë aspektin e dizenjimit kurikulave nuk besoj që jemi fort mirë. Duhem bërë patjetër në bashkëpunim me bizneset, që pastaj kur të na dalin nga bankat e shkollës ta studentët, ajo diploma vërtet na vlen në treg. Dhe mos jemi shumë teorik. Mua kjo gjë nuk më ka pëlqyer kurrë në asnjë institucion të arsimit të lartë. Jemi shumë teorik. Edhe aty ku kemi mundësi ta bëjmë praktike, le ta bëjmë. Çdo gjë le ta bëjmë praktike, le të shtohen këta guest lecturer mundësitë për të ardhur profesionistët, për të dhënë mësim në ambientet e akademisë. Mos bëhet kaq burokratik ky procesi për të sjellë një guest lecturer me marrë leje ku diun se çfarë. Le ta lëm pak edhe në dorë të lirë të profesoratit. Më thënë, unë do përpiqem gjithmonë të sjell më të mirin nga bota e biznesit, sepse tek e fundit ajo çfarë është rezultati im është rezultati i studentëve. Çfarë lëndësh jep aty? Unë jap lëndën e menaxhim biznesit, etikës në biznes, por kam dhënë edhe lëndë tjera si inovacionin për shembull apo menaxhimin strategjik. Po përpara. E drejtë, gjithë kjo analizë bie 100% dakord me ty, sepse e kam parë dhe në këtë këndvështrimin se sa ne ju qasemi nevojave të biznesit, nevojave edhe nesër edhe transformimi që do silli teknologjia. Sa do mbjetojnë studentët tanë në këto transformimet e jashtëzakonshme teknologjike. Nuk e di nëse ti mendon se ka edhe një gap shumë të madh, një hendek shumë të madh tek qëllimi ose si thua te raporti mes mësimdhënies dhe kërkimit brenda institucioneve shqiptare, brenda akademisë. A mendon që duhet të ndryshojë, po themi, shoh një qasje ose një tendencë, një prirje për të qenë tek qëllimi i mësimdhënies më shumë se sa te kërkimi shkencor. Te kërkimi shkencor. Si mendon, si e shikon këtë raportin?
S'është e lehtë, se ne themi kërkim shkencor, nuk është e lehtë për t'u bërë. Valmora, që ti të nxjisësh kërkimin shkencor, në radhë të parë të gjën duhet ta bësh në mënyrë të strukturuar, të kombëtare, në rang kombëtar, do thotë që duhet të rriten dhe me sa shoh qasja është pozitiviste, pra po rriten akoma më shumë grante për kërkimin shkencor, dhe tashmë ka filluar ta kuptojnë që pa kërkim shkencor universiteti nuk mund ta përmbushë qëllimin e tij të transmetimit të dijes tek të rinjt në format më të mira të mundshme dhe zhvillimit dhe përparimit të ekonomisë dhe aspekteve sociale të një vendi. Nuk mund ta përmbushë dot vetëm me mësimdhënie. Sepse kështu një profesor nuk rritet, as profesionalisht, as personalisht, nuk bëhet një ekspert i mirë, nuk sjell diçka që ka impakt me të vërtet për shoqërinë. Mësimdhënia, transmetove dijen sipas formës që ti din, por kaq. Kërkimi shkencor është ai që realisht sjell inovacion, që sjell përmirësime dukshme në jetën tonë. Nëse nuk jepet mundësia që ti të kesh laboratore moderne për ta kryer kërkimin shkencor. Nëse ty nuk të jepet mundësia për të hapur dyert pa frikë dhe pa ndrojtje për dhënë të dhëna, se ne një problem tjetër kemi marrjen e dhënave. Halli më i madh i doktorantëve, 100% të Republikës së Shqipërisë, është faza e marrjes së dhënave. Është kokçarje më vete, është strapacim, rropatje, do thoja unë, për të marrë dhënat nga bizneset. Po pse duhet të jetë kaq e vështirë? Pse kur në fund të fund aty mund të një sistem, databaze dhënash, nuk e di. QGB-ja mund ta bëj fare mirë disa të dhëna. Më është dashur vet, kam mbrojtur temën e doktoraturës për falimentet dhe modelet e parashikimit të tij. Më është dashur të bëj takime me drejtorin e QGB-s për të marrë 5 dhëna për bilance biznesesh, kur në fakt ato duhet ishin gjitha transparente dhe publike. Por futesh aty dhe shpesh nuk i gjeja dokumentat e kompanive, ose gjeja të 10 viteve para me shifra 0 nëpër bilance. E po kjo nuk është marrje dhënash në mënyrë normale. Pse duhet strapacosha unë, domethënë, me ore, me ditë të tëra, e me muaj të tërë për të marrë disa dhëna që në fakt unë duhet të kisha, se me një letër që po kërkoj këto të dhëna dhe kam të drejtë për arsye hulumtime, kërkimi shkencor, patjetër që ti duhet të mi vësh në dispozicion ato që unë dua të bëj. Pra duhet të ketë një gatishmëri shumë më të madhe në aspektin e të ndihmuarit të rinjve për të avancuar përpara me kërkimin shkencor. Po le të themi edhe këtë anën tjetër, që deri para disa vitesh dhe tashmë edhe sot, unë si pedagoge nuk e kam mundësinë përveç se Gjistorit të futem në revista të tjera të Elsevierit apo Springer e tjera me radhë, do më duhet ta paguaj personalisht që unë të gjej disa punime shkencore që janë shumë cilësore. Gjistorin e kemi aksesin for free tek Fakulteti i Ekonomisë edhe për studentët e për pedagogët, po kjo bë vetëm në 5 vitet e fundit, 6 vitet e fundit. Por që të bësh kërkim shkencor duhet kesh dhe akses në revista shkencore prestigjioze. Dhe që mbi gjithatë që të bësh kërkim shkencor duhet të lirohesh nga orët e jashtëzakonshme të mësimdhënies, sepse s'mund të japësh mësim, po themi 2 lëndë apo 3 lëndë gjatë semestrit, e ndërkohë të bësh edhe kërkim intensiv shkencor. Por duhet ketë edhe një lloj balance, nuk e di se si është tek publiku në fakt, se unë kam përvojën e universitetit privat. Unë i kam të dyja përvojat. Në shtet është gjuna të qajnë pedagogët për pjesën e ngarkesës mësimore, sepse nuk është se i kalojnë 300-400 orë, 500 orësh maksimumi, po edhe besoj dyshoj janë shumë të rrallë të raste. Pra shumica doktorantët e kanë qenë 65 për shembull, por ne shkojmë deri te 320, 360 orë, 200 orë më shumë mund na paguen. Nuk është se është një ngarkesë e papërballueshme, ka vend edhe për pjesën e hulumtimit, kërkimit shkencor. Kështu që nuk besoj që është kjo problem të institucionet publike, ndërsa të institucionet private po është e vërtet. U jepet u ngarkohen shumë, domethënë marrin deri në 5 lëndë, 6 lëndë, ka raste edhe 7 lëndë, imagjino. Ka raste që ty të vjen një njëjti profesor në vit të parë për 3 lëndë të ndryshme, që nuk është normal. Kështu që besoj që kjo është një faktor që demotivon, por edhe shteti vet duhet të alokojë më shumë fonde për kërkimin shkencor. Ne jemi në nivelet 0.4%, 0.2, 0.4. Ndërkohë që mesatarja është 1.2 e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mbas edhe të motivoj financiarisht, po themi, rezultate të suksesshme të pedagogëve, qoftë edhe individual, pse jo. Valmora mendoj kështu dhe ne nisëm tek Metropolitani ta bënim një gjë të tillë kur unë punoja zëvendësdekane atje. Ne nisëm të identifikonim kush profesor ka më shumë qasje kërkimi shkencor dhe kush është ai që ka qasje vetëm tek mësimdhënia, që nuk intereson pjesa e kërkimit shkencor. Dhe me këtë kërkimit shkencor ne pastaj jepnim mundësi financimi që të shkonin të referonin në konferenca ndërkombëtare, pra u jepnim, u paguanim vajtjen, akomodimin, tarifën fin për konferencën e tjera me radhë. Dhe mendoj që kështu duhet bërë në çdo universitet, të incentivohen
dhe për më tepër gratë. Dhe dua ta cilësoj këtë gjë. Pse gratë? Sepse ne ishim pjesë e një projekti Let's Gap, i financuar nga Horizon 2020, në mos gabojmë ka qenë, po. Tashmë njihet si Horizon Euro program, por është një njëta filozofi, një njëta logjik me fokus shkencën, teknologjinë dhe inovacionin. Programi më i madh i Bashkimit Evropian në këtë drejtim, dhe mbaj mend që kjo kishte në fokus pikërisht si projekt si të ngrinim gender equality plans, planet e barazisë gjinore. Që do të thotë që institucionet tona kërkimore ne nuk kishim asnjë database të dhënash se sa profesor janë femra, sa janë meshkuj, sa prej tyre kanë titullin Prof. Dr. Profas, pra titull profesor, sa prej tyre kanë titullin doktor i shkencave, sa doktorant researcher kemi në proces. Pra numrat, ne na mungonin numrat. Dhe kur këto numra u bën publike në kuadrin e projektit, mua më është dhëmbur fakti që janë femër, sepse ishte e frikshme. Do të thotë që mbi 60% e stafeve pedagogjike janë femra, ashtu? Por 70% e atyre që merrnin titullin profesor ishin meshkuj, Valmora. Ashtu, ë? Po. Valmora, dekan edhe rektor, shumica janë meshkuj. Në rektor shumë pak një ose asnjë, s'ka qenë një ose dy, nuk e di. Do shta edhe këto femra që kanë qenë mund të kenë qenë për të zvendësuar të periudhën ndërsa zgjidhet rektori tjetër. Të tjerët janë gjithë meshkuj. Dekan përgjithsisht meshkuj. Ndërsa zvendës dekane, shefe departamentesh janë kryesisht femra, që do të thotë që femra bëjnë punën më të madhe, në akademi bën gjithë peshën menaxheriale. Kështu që gepi vazhdon të ekzistojë vetëm në Shqipëri, vend në zhvillim, por edhe në gjithë botën, edhe është diku te 20-23% ky gepi, që do të thotë që paguhen më shumë meshkuj se femrat. Por që realisht unë mendoj që kërkuesve shkencore femra duhet t'u jepet një ndihmë. Unë e shoh sa e vështirë, sa e lodhshme është të jesh një profesor që do t'i realizojë të gjitha, edhe mos i mëdhoni në mënyrë ekselente, edhe të jetë një kërkues shumë i mirë shkencor që të ketë faktor impakti të botojë në Q1 ranking journals, të marrë pjesë në konferenca etj me ndërkombëtare, është shumë e vështirë, kështu që nëse ti nuk e parashikon një zë në buxhetin tënd që do ta alokosh për kërkueset femra, kjo është e disfavorin tënd. Si institucion. Alva, të falenderoj shumë që na solle gjithë përvojën tënde me startupin. Tani më binde që të futem match for research, tap dhe unë profilin tim. E kam të vështirë për shkak të shumë mira profileve të tjera edhe të këto rritet akademike, por neve na intereson sidomos për pjesën e lidhjes me bizneset, po dhe me mundësit, me grantet, kështu që do ta bëjmë patjetër. Falenderoj shumë. Dhe po i them edhe audiencës që po na dëgjon, le ta bëj, dhe audienca që po na dëgjon. Nuk e di se sa do ta përballoj këtë pjesën kur të bëhet me pagesë situata. 3 muajt e parë është falas. 3 muajt e parë është falas, po mirë, përfitojmë këto 3 muajt e parë, pastaj ta mendojmë, ta gjykojmë. Po e pat vlerën, jam e sigurt që do e shihni, jam e sigurt pastaj që do ja vlej. Që patjetër. Të uroj shumë mbarësi në vazhdim. Uroj shumë që ekipin ta paguar sa më shpejt dhe të kesh një mbështetje shumë të mirë sa po të monetarizohet ose të gjejmë një grant tjetër. Pikërisht, që gjëja të bëhet më e qëndrueshme. Të falenderoj mbi të gjitha për mesazhet që ju dhe të rinjve, sepse kemi nevojë që të shikojmë në këtë fazë gotën gjysmë plot dhe jo gjysmë bosh, mendoj. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi, Valmora. Edhe për mua. Falenderoj vërtet shumë dhe shumë sukses në vazhdim.